Është shumë e rëndësi të ceket këto ditët e para, do më thonë pas daljes, se deri sa janë spital, përgjithësia është e jona, dhe mund të ketë shumë raste të infekcioneve, do më thonë të neonatale, që janë si pasoj edhe infekcioneve të nanës, nëse ndodhë kjo në spital. Dhe natyrisht që ne jemi aty, dhe i vrejmë heret këto shenja dhe e fillojmë trajtimin dhe shërot plotësisht. Mirë po, ka raste kur janë infekcionet ndodhen edhe pak ma vonë, në ditën e 5-7, dhe është me rëndësi të ceket se nuk ka simptom të vogël të një foshnjë e vogël. Çdo simptom është e madhe. Është e madhe dhe është alarm, mund të jetë alarm. Inshallah është alarm i rrejshëm, mirë po më mirë është që të vinë dhe të konsultohen me mjek, se sa të mos vinë fare, ose ma let, ma thjesht me thonë, ma mirë është një vizite panevojshme, se sa mos me ardhë, ose ma mirë është një vizitë ma shumë, se sa një ma pak. Shenjat alarmuse që janë, që përmenda, që tash po mendoj nuk ka simptom të vogël, janë këto. Nëse temperatura e bebes është mbi 38 gradë, mandej, nëse është i përgjumun, letargjik, nuk thith, ka probleme me frymarrje, në fund mund të vinë edhe konvuzione, që ajo është alarm shumë i madh. Dhe nëse këto i ka disa prej këtyne, ose vetëm një prej këtyre simptomeve, është me të vërtet një alarm, sepse nuk ka kohë të beba e përsa lindun. Te neonati për shkak të bërishtësisë së sistemit imunitar, organizmi reagon në mënyrë të përgjithshme. Do më thonë, një infekcion i vogël mund të bëhet seps. Ajo nuk ka forcë që ta lokalizoj dikon në hund ose vetëm në bronhe, por janë simptome të përgjithshme që na tregojnë që to që i përmenda temperatura, mandej letargjia, apo përgjumja, mosthithja, krejt këto. Krejt këto mund të jenë shenja të sepsës, e që sepsa apo infekcioneve neonatale, se mos t'i friksoj nënat, por me të vërtet janë shumë të rëndësishme, do më thonë edhe nëse ndodhin, nëse diagnostifikohen heret, atër edhe trajtimi është i suksesshëm. Edhe ma i letë, edhe ma i shpejt, dhe ma i mirë. Sepse të bebat e thash, për shkak të bërishtësisë të sistemit imunitar, përhapet në të gjitha organet, mandej kalojnë ato barierat, do më thonë edhe në tru, edhe mund të shkaktoj edhe meningit, ka më ndrej komplikime, për një pak neglizhencë të vogël. Për një neglizhencë. Edhe këta le ta mbajnë menda, nuk ka simptom të vogël, po çdo simptom është i madh te beba. Dhe ma mirë është me ardhë dhe të konsultohet, do më thonë, të shkon të mjeku, të egzaminoj, dhe ma mirë është që nuk ka kur gjo. Po e themi kushtimisht me bo pak panike, më këthy me një përgjigje pozitive. Për mu, unë si po mendoj mjek, prej përvojës sime, me të vërtet mundohna që t'ju jap përgjigje. Nuk ka pyetje nuk ka pyetje panevojshme të një prindi. Për këtë periudhë po flasë. Çdo pyetje është e rëndësishme dhe që meritojnë një përgjigje të prindërit e rinj. Kjo shpresoj shumë që krejt neonatolog ta bëjnë, edhe sepse jo çdo prind është i njohur me teori, me shkencë, me mjekësi, dhe funksionon ashta pak si e kanë mësu nona, tezja, vjera, gjyshja, ku ta dion, edhe mund të bëjnë gabime nga mos DNA, kështu që unë shpresoj që neonatolog kudo që janë, që t'jenë bashkë kështu direkt me prindrit edhe t'i vedisojnë. Të mos hezitojnë edhe prindrit, se ne nuk e dim që ndodhë në shpe, por të vinë ose të komunikojnë në një farë forme dhe t'i tregojnë ato simptomet e bebës, të cilat do njëherë disa prindër prej frikës apo prej shqetësimit, prindërit nuk janë objektiv.
në asnjë formë, ose i hiperbolizojnë gjërat, apo edhe i anashkalojnë prej frikës. Domethënë, çdo simptom e vogël të një fëmijë duhet patjetër që të një i porsalindur duhet që të konsultohet me mjekun e vet. Patjetër.